Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot do flas mbi temën kush po i mëson fëmijët tanë dhe shtëpia si shkolla e parë e besimit. Bibla në Testamentin e Vjetër na mëson. Mësoja këto fjalë fëmijëve të tu. Tregohet historia e Susana Wesleyt, e cila ishte nëna e dy njerëzve të mëdhej të kishës, Johnit dhe Charlesit. Ata u rritën në Anglinë e shekullit të 18. Dhe kjo grua nuk ishte luksin e kushteve ideale. Shtëpia ishte e zhurmshme, puna ishte e pafund dhe fëmijët ishin shumë në familjen e tyre. Por Susana kishte një bindje të palëkundur. Zemra e fëmijës, ajo mendonte, nuk formohet në kish apo në shkollë, por në shtëpi. Thuhet se Susana i kushtonte kohë secilit fëmijë në mënyrë të veçantë, duke folur, duke dëgjuar, duke u lutur për ta dhe duke i mësuar shkrimin e shenjtë, jo si një detyrë, por si frymarrje të përditshme. Pra, nuk ishte vetëm mësim teorik. Fëmijët e pan besimin në Zot si ritmi i jetës së tyre, dhe nga ai disiplinimi i heshtur familjar u formuan njerëz që më vonë prekën miliona, 10 milion njerëz të tjerë. Kjo histori na kujton këtë të vërtetë. Zoti nuk kërkon prindër të përsosur, por prindër të kujdesshëm që e bëjnë besimin e tyre të jetë i dukshëm në jetën e përditshme në sytë e fëmijëve. Pra, ndërsa jetojmë në një kohë ku bota, kultura, tabletat, celulari, platformat sociale edukojnë fëmijët tanë, përgjegjësia jonë primare është që të marrim në dorë përgjegjësinë për të kujdesur për fëmijët. Aristoteli e shprehte kështu fuqinë e përditshmërisë. Ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht, prandaj përsosmëria nuk është akt, por zakon. Ndërsa John Locke theksonte formimin e hershëm. Ai tha, nga edukimi varet fati i njeriu. E pra, Bibla e ka thënë këtë shumë kohë më parë, para Aristotelit, para John Locke. Mësoja këto fjalë fëmijës. Jo vetëm thuaj, por përsëriti, nguliti në mendje, shndroi në një kulturë sjellje. Së pari, ne do t'ju them që prindërimi është dishepullizim. Ligji për të ri kapitulli 6 nuk është thjesht një këshill për edukimin, por është një thirrje për t'i dishepullizuar fëmijët. Prindrit nuk janë thjesht kujdestar të trupave, kujdestar në raport me nevojat fizike të fëmijës, por janë udhërrëfyesit e shpirtrave të tyre. Dishepullizimi do të thotë ta formosh zemrën drejt Zotit me durim, vazhdimsi dhe dashuri. Së dyti, shembulli, pra modeli jetësor ka fuqi formuese. Fëmijët janë lexuesit e shkëlqyer të jetëve tona. Ata nuk mbajnë mend vetëm predikimet tona, por tonin e zërit, reagimet, mënyrën si kërkojmë falje, si flasim për të tjerët, si trajtojmë të vërtetën, sa të vërtet jemi me gjërat që themi. Nëse themi Zoti është i pari, por jetojmë Zotin si një opsion, ata prej nesh çfarë po mësojnë? Hipokrizi. Nëse e shohin Zotin në vendimarrjet tona, ata mësojnë nga ana tjetër besim. Shtëpia është shkolla e parë e besimit. Teksti biblik flet për një mësim që ndodh në ecje, në ulje, në ngritje, pra në ritmin e përditshëm të jetës. Besimi nuk është vetëm aktivitet i ditës së diel kur ne mbledhemi në kish, por është gjua e përditshme e jetës, lutja para gjumit, falënderimi ndërsa mbledhemi rreth tryezës, edhe lutjet, falja pas konfliktit, bisedat të sinqerta kur fëmijët tanë kanë frikë. Le t'ju pyes, çfarë po mësojnë fëmijët nga jeta juaj? Le t'ju jap 2-3 hapa të shkurtër praktik. Bëjni besimin tuaj të dukshëm. Le të shohin fëmijët ndërsa ti lutesh. Jo vetëm të flasësh për lutjen. Krijo rituale të vogla, 3 minuta, një lutje shkurtër, leximi i Biblës. Mëso të kërkosh falje dhe mos ki turp ta bësh edhe kur duhet kërkosh falje fëmijëve. Kur gabon, thuaje, kam gabuar. Fëmijët kanë nevojë të shikojnë që nuk ka një baba të përsosur. Kjo mëson atyre ungjillin në praktik. Foli fëmijës tënd për Zotin në situatat reale të jetës. Ndonjëherë fëmia do të harrojë se çfarë i ke thënë, por në vijimin e udhëtimit të tij, ai do të kujtojë se kush ti je.
Le t'i lutemi Zotit së bashku. Ati dashur, të falenderojmë për fëmijët që na ke besuar. Na jep mençuri që të mos i rrisim vetëm me fjalë, por me jetë që të nderon ty. Na ndihmo të jemi shembull i besimit, i dashurisë dhe i së vërtetës në jetën tonë përditshme, në shtëpitë tona. Na mëso të flasim për ty në ritmin e përditshëm të jetës dhe të udhëheqim fëmijët tanë me përulësi, me qëllim dhe me dashuri për ty dhe për njerëzit. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Miq, ky është meditimi i ditës. Mezi pres ju takoj nesër sërish në 3 minutë tonë. Zoti me ju.